Pak tek Manjani, ta pyes si e pe Manjan këtë vendim të, se e kemi pritur gjatë, e kemi diskutuar gjatë, është folur gjatë fushatës, edhe më tutje, do ishet tani, do ishet pastaj. Në fakt, kjo përgjigje e Departamentit Amerikan Shtetit është pak ende e paqartë plotësisht, pra flet për një përjashtim waivers, jo revoke, pra jo heqe përfundimtare, ndoshta do duhet presim një arsyetim më të plot nga Dash, se çfarë ka vendosur, pra për Berishën dhe për familjarët e tij. Po ti si e ke parë? Në 5 vitet e fundit, me sa e kujtoj veten në qendrimet e mia publik, jam në kritikët më të ashpër të Departamentit të Shtetit Amerikan. Pa. Dhe nuk i heq asnjë pikë dhe asnjë presë. Një departament i një shteti të madh merret me një parti politike në Shqipërinë e vogël, kjo ka qenë, është dhe do mbetet e papranueshme. Pas më të vogël dysi. Dhe mua nuk më duhen fare arsyet, motivet për çfarë ka bërë dhe kush e ka bërë. Ndërhyrje në jetën e një partie politike është e papranueshme. Pikë. Pikë respekti nuk kam për ta. Nuk kam pas kurrë. Këtu më keni tërheq disa herë vërejtjen për fjalë të papërshtatshme që kam përdorur për ata, dakor? Dhe unë nuk i heq asnjë pikë dhe asnjë presje atyre fjalëve. Okej. Ajo ka qenë një ndërhyrje e pastër në jetën politike në vend nëpërmjet demoralizimit, po themi, të një partie politike. Që sado maskarat ke qenë Lulzi Basha, sado i poshta për maskarat jetë Edi Rama, që janë armiqt politik, po themi, lokal, një shtet i madh si Departamenti i Shtetit Amerikan nuk i lejohet dhe nuk i falet të bëjë gjëra të kësaj natyre. E ka bërë dhe me të tjerë, në vende të tjera të botës, po. Tashi, unë po flas për çfarë ka bërë ne. Po. Të tjerëve të flasin ata të tjerët. Më duhet të ketë një si puna ime dhe ka ato të tjera që e mendon kështu. Kjo është e padiskutueshme në qoftë se sot është revokuar, jo? Kam frikë se jo, por në qoftë se është revokuar, është gjëja e duhur. Pse ke frikë se jo? Ma shpjego pak të, se në fakt ka një fjalë, thonë revokohet. Del nga neni 7501, sa e kishte? Si ligji tokave ishte bëva ai. 7031 pika si ligj korrupsioni. Tani kjo është gjithë muhabeti i kësaj gjëje. Unë uroj që të jetë zhduk nga listë, më shumë se sa Sali Berisha familja e tij, sepse nuk i kanë asnjë borxh, për thonë drejtën. Familjarët politikanëve tanë, që hynë betejë politike, dhe e mendoj shumë seriozisht këtë gjë. Absolutisht. Dhe në qoftë se ajo ka ndodhur është një gjë e mirë, patjetër që është një gjë e mirë, edhe për klimën politike. Duhet hyj politika në institucione. Duhet mësohet politika të respektojë palën tjetër, patjetër që po. Sepse nuk e zgjedh qeveria kryetarin e opozitës. As nuk duhet ta diktojë, as nuk ka lidhje fare, duhet ta kesh partner. Po me Salibin, unë jam këtu njeriu i vetëm, asnjë nuk ka. Që në këtë studio vazhdimisht bëj thirrje që Sali Berisha dhe Edi Rama do të dulen bashkë për të ndërtuar punë të këtij shteti.